إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Vazhdojmë me vargun e ligjëratave, historitë e pejgamberëve në Kur'an. Jemi tek Musa alayhi salam. Faraoni vazhdoi me zullumin e tij që ja bante popullatës vet. Ai ishte njeri krijaneç, ishte njeri mendje madh, që I thonte vetes se unë jam Zoti juaj, I thoshte popullatës vet adhurojeni mua, jo adhurojeni Allahun, po adhurojeni mua. Musa alayhi salam I besuan të gjithë banu Israilit. Tashmë ata e përbënin një kërcënim të madh për faraonin. Se nga se këto e kishin edhe një pejgamber, e kishin edhe një udhëheqës, e kishin edhe një lider. Andaj mund të ishte rrezik prej tyre. Faraonit në çdo moment I kujtohej pejgamberlloku I Musës alayhi salam, edhe pse ja mohonte atij në gjithmonë. Ata që ishin rreth faraonit e nxesnin faraonin kundra Musaut alayhi salam, se nëse vinë këshiltarët e faraonit, nëse bjen faraoni, bjen edhe këshiltarët. Nëse bjen mbreti, bjen edhe ato që janë okolla mbretit. Edhe këto I bani shtypje faraonit kundra Musës alayhi salam. Nga sa ata nuk ishin sigurt prej tina. I thoshin, si po lejon ti Musaun alayhi salam me bë këtë përçarje dhe këtë fitnë, që me ta braktis ty, edhe me braktis adhurimin që e bën njerëzit për ti o faraon. Kjo është krejnë thonë që nuk falet. Kjo është duke bën një dëm të madh ty edhe krejt neve. Duke pas parasysh gjendjen dhe situatën, faraoni e merr një vendim, e merr një masë që është akoma më e rëndë ndaj izraelitëve. Ka me vazhdu edhe vrasjen e djemve, akoma më shumë, edhe ka me vazhdu grabitjen e vajzave dhe robërimin e vajzave akoma më shumë. Kështu pja u kthen faraoni Musës alayhi salam, edhe pasuzve tina, pra muslimanëve që e kishin pranu Islamin, edhe e kishin pranu Allahun si Zot, edhe e kishin pranu Musën alayhi salam dhe Harunin si pejgamber, edhe si njerëz të zgjedhur të Allahut subhanahu wa taala. Musa alayhi salam e dinte se kjo është provë prej Allahut. Edhe dinte se kjo ka me përfundu një ditë. Se pas vështirësisë vjen edhe lehtësimi. Allahu ta shon provën, nuk po ta çon edhe lehtësimin. Allahu nuk e ngarkon kërkan për te mundësive. Allahu të ngarkon ty, Allahu të provon ty sa ke ti mundësi me bajt. As më pak e as më shumë. Edhe pi thot, bëni sabër o popullim, keni duruar me vite, duroni edhe pak. Se kjo është tokë e Allahut, nuk është tokë e Firaunit. Edhe pi thot, ndoshta ju nesër keni mu bë pronar të kësaj toke, keni mu udhëheqësa të kësaj toke. Kështu I përgazon Musa alayhi salam popullin e tina. Ben Israilet ishin lodhur nga zullumi I madh I Firaunit. Atyre nuk I pritej. S'ishin me bë sabër. Ndërsa Musa alayhi salam I këshillonte e thot, bëni sabër për hir të Allahut.
Ndërsa këto pi thojnë, na kena qenë të shtypur para se na ardhte Musa. Edhe para teje, po edhe pas teje, na gjithmonë kena qenë të shtypur. Kena qenë në zullumin e këtij zullumçari, në zullumin e Firaunit. Ata donin minja që Allahu me shkatru Firaunin. Hiç ju prit hiç nuk ishin sabër. Musa i thënë nuk pi fajson popullin e tina. Po mundohet mi arsyetu se kishin hek. Ishin kanë dhënuar, përsekutuar, çam, tfim. Këtë zejtat ja u kish bë Faraoni. Andaj Musa a.s. po mundohet me fjalë të mira dhe fjalë të ëmbla, mos u gutni po thot, ndoshta Allahu do ta shkatroj armikun, ka më shkatru Firaunin, edhe juve kam ju bë sundimtar. E pas përpjekjeve për me shu davetin e Musës a.s. për me mposht dhe me mund Islamin, Faraoni deshti me vallën i hap akoma më të madh. Vendosi që me vra Musën a.s. Pejgamberin Allahu subhanahu wa taala. Ashtu siç e ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Ghafir, Faraoni tha: "Më lini ta vras Musain, e ai le ta thret Zotin e vet, nëse ka Zot ai. Unë ndruhem se ai do t'ju ndryshoj fen tuaj, ose do të shkatroj tradhira në tokë." Kështu po thot Faraoni. Musa po thot: "Unë i lutem Zotit tim, edhe i lut ma Zotit tuaj, se Zoti është edhe jam, është edhe juvi, s'ka Zot tjetër përveç Allahut." Po të lut na Zotit tim dhe Zotit tuaj për të më mbrojtur prej çdo mendje madhi që nuk beson ditën e llogarisë. Kështu tash, në çfarë gjendje po bjen Faraoni? Po thot: "Më lini ta vras Musain." Pe tregon tash atë që ka nisë me raka kadal. Nuk ai Firauni që ka qenë më herët. Ky thot: "Më lini ta vras Musaun." Ky në një formë pe tregon edhe dobësinë e tij na. Kurse Musa a.s. është duke u forcu se një pjesë e popullit më i kishin dalë prej dorë Firaunit. Një pjesë e popullit e kishin pranuar Islamin. A thekëm se magjistarët, sa kanë 73 magjistar, apo më shumë, kur e panë mrekullinë e Allahut subhanahu wa taala, të gjithë ranë sejdë, edhe besuan Allahun subhanahu wa taala, edhe e besuan Musën alayhi salam si pejgamber. Do të thonë më herët. I than Firaunit se kjo është magji, na kena me mujt ta. Po mirë, po nëse nuk ka magji, atëra nuk mujna me mujt. Pejgamberi Musa alayhis salam ju mbështet Allahut subhanahu wa taala duke kërkuar prej tij që ta mbrojë prej sherrit të Faraonit dhe sherrit të kujt do tjetër. E Allahu xhaleshanuhu ja çoi mikut të tij Musait alayhis salam një njeri nga familja e Faraonit, i cili do ta mbrojë Musën alayhis salam. Madje do t'i dalë në krah Musës alayhis salam. Para mendoj Allahu që shashten Faraonit armikun e tina, armikun e Firaunit ashtu brenda. Sa për njerëzve që janë ateista, sa njerëz që janë të pa fe, Allahu ja çon ai djalë që është musliman, edhe i kundërvihet babas vet. Ne kena shembuj të kësaj kohe, të këtij zamani. Baba është i prish deri në pikën e fundit. Allahu subhanahu wa taala djalin atit të prishtit e udhëzon dhe e bën muslimanin më të mirë që e ka frikë Allahun subhanahu wa taala. Imi para një tregimi që është interesant, që është tërheqës, mirë po është edhe prekës. E ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Ghafir, një njeri besimtar nga familja e Faraonit që e fshehte besimin e vet. Kanë thonë dietarët, si thot Ibn Kathir dhe disa komentatorë tjerë të Kuranit, se ky besimtar nga familja e Faraonit ka qenë djali i migjes Faraonit. Pra ka qenë prej njerëzve më të afërt të Faraonit. E Allahu pa dërgon një njeri besimtar nga familja e Faraonit që e fshehte besimin e vet dhe tha: "A doni me mbyt një njeri? A doni me mbyt Musën vetëm se po Zoti im është Allahu? Apo do me mbyt vetëm se Allahu e ka Zot, edhe nuk ka ty o Firaun?" Thot ndërkohë që ai ju ka sjell argumente të qarta prej Zotit tuaj. E nëse ai është rëndës, nëse është gënjeshtar, për vetë ka rënën. E nëse është i drejtë, juve kam ju godit ajo me të cilën ai po ju paralajmëron. Pra kam ju shkatruar Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu vërtet Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë atë që e tepron me të këqija dhe që është gënjeshtar. Pra Allahu nuk e udhëzon rrugën e drejtë zullumçarin. Ai i cili bën dëm të madhe, ai i cili bën zullume të madhe.
Se Allahu Allahu din kanë me udhëzu dhe din kanë mos me udhëzu. Allahu zullumçart nuk i udhëzon. Besimtari vazhdon, pra deri midis faraonit, besimtari në pallatin e faraonit vazhdon me këshillu faraonin edhe parinë e faraonit. Thotë ju njerëz, a nuk po shihni se çfarë pushteti ju ka dhënë Allahu? A nuk po shihni se jeni zotëri të këtij vendit, jeni sundues të izraelitëve? Gjithë këto të mira ja ka dhënë Allahu, ndërsa ju nuk jeni falëndërues. Por ju jeni prej mohuesve. Po thot besojini pejgamberin e tij. Besojini Musa alayhis salam. Pasojeni atë, sepse ai është duke ju thënë rrugën e drejtë. Thot rujoni ndëshkimit të Allahut dhe hakmarrjes së tij. Se kur ndëshkon Allahu, ndëshkon me një ndëshkim shumë të madh. Kur të hakmerret Allahu, hakmerret me një hakmerrje shumë të madhe, që kurkush s'mundet me pështuar. Pra nëse ju e thotë vritni pejgamberin e Zotit, edhe vazhdojni me përgënjeshtru atë, dijeni se shansa për m'ju dënu Allahu, shansa është shumë e madhe. Andaj, keni kujdes se çka veprani. Keni kujdes se çfarë punoni. Njeriu besimtar thotë unë kam frikë se juve kam ju gjetë ajo që i ka gjetë popujt e mëparshëm. Sot tek popujt e mëparshëm, njerëzve që nuk i kanë besuar ato pejgamber, që i kanë kundërshtuar dhe që i kanë luftuar, këtë i ka shkatruar Allahu subhanahu wa taala. E ky njeri besimtar, i thot faraonit dhe prorëve të tina, i thot kam frikë se edhe juve kam ju kap dënimi Allahut, prandaj kthejeni Allahut subhanahu wa taala. Pasi e pam arrogancën e faraonit dhe këmbulin e tij për ta vrarë Musa alayhis salam, tash do ta shohim se ku ka arritë edhe çmenduria e tij. Ai, faraoni i tha ministrit të tij, kryesor Hamanit, që ti ndërtonte një kull të lartë deri në qiell për me pas Zotin e Musaut. Këtë e bënte për ta bind popullin e tij se Musau është duke gënjur, është duke rrejt për ata çka duke thonë se ka një Zot në qiell. Andaj Allahu e ka përmendur në surën Ghafir, faraoni tha o Haman, ndërto ma një kull që t'i gjej rrugët e qiejve e të shoh Zotin e Musaut, sepse unë mendoj se është gënjeshtar. Kështu faraoni ju duk e mirë vepra e tij na e keqe dhe u shmang nga rruga e drejtë, por dredhia e tij e çoi vetëm në shkatre. Pra mendoj që s'kish ka me bë faraoni, çka me shpik diçka që me bind popullin, e ka urdhëruar njërin prej ministrave, Hamanin, që ka qenë edhe ky ka qenë prej zullumçarëve dhe Hamani. Thot me ndërtu një kull shumë të lartë. Ta shofun e të desh me balla higare, të desh edhe me lujt. Thot ta shofun e Zotin e Musaut edhe të Harunit. Deshti me lujt Firauni. Allahu asnjëherë nuk e ka shkatruar asnjë popull pa ja çon ndonjë paralajmërues. Pa ja çon ai pejgamber. Allahu s'parë ka çon pejgamber që më thirr atë popull në atë vend, më thirr në Islam dhe më thirr në tauhid, më thirr në shpëtim. E pastaj nëse janë bë kryenaç, nëse janë bë mendje mëdhenj, nëse nuk e kanë pranuar të vërtetën, atëherë Allahu subhanahu wa taala i ka shkatruar. Se Allahu nuk e shkatron kërkan pa e merituar. Allahu nuk e dënon kërkan pa e merituar. Allahu ka thënë në Kur'an, dhe ne e goditëm popullin e faraonit me thatësi dhe me paksim të frutave në mënyrë që të marrim sem. Pra tash, po nis dënimi për faraonin edhe për popullin që se kishte besuar Allahun dhe se kishte besuar Musa alayhis salam. Tash Allahu pi dënon me thatësi edhe me paksim të frutave. Saqë thuhet në çdo dru ka pas vetëm një deg me fruta. Këtë kanë thot. Ka pas paksim të frutave. Dhe Allahu po thot në mënyrë që të marrin mësim. Allahu neve ka një nas provon që na me marr mësim. Allahu ndonjëherë neve na provon që Allahu më na zgju prej gjumit, më na zgju prej gafletit, prej shkujdesjes. Allahu ka një nas provon që na më kthy Allahu subhanahu wa taala. Më kthy rrugës së Allahut, rrugës së shpëtimit. Vazhdon Allahu në Kur'an, për sa herë që u vente ndonjë e mirë, ata thoshin këtë e kemi merituar. E kur i godisën ndonjë e keqe, ata e konsideronin si ogurizi që vinte prej Musaut dhe prej popullit të tina. Kur Allahu ja çonte ditë mirë, thonë na njerëzit mirë, na e kena meritu këtë mirë. Ndërsa kur Allahu i ka sprovu me një diçka, ka thënë fajet i ka Musa alayhis salam. Çaq populli presh kanë qenë. Por jo,
Allahu ishte ai që u andillte fatin e zi. Ndonë se shumica atyre nuk e dinin. Allahu është i cili ja çonte këto dënime dhe këto sprova atij populli kryet dhe mendje mëdhenj. Ata i thoshin Musaut, çfarë do prove që të na sjellësh për të na magjepsur me të, ne nuk kena me të besu. Ti thonë Musait alayhis salam, ti bëna çfarë dush prove, na thuj çka dush, na prapë s'kena me besu, na prapë kena me çu me të vjetrën. Ti thuj çka dush. Atëherë, thot Allahu, ne dërguam atyre për mbytje, karkaleca, riqëra, bretkosa dhe gjak, si shenjat e qarta, por ata u treguan arrogant, sepse ishin popull keqbërës. Allahu ashtoi dënimin akoma më shumë. Allahu i çoi sprova akoma më të mëdha, dënime akoma më të mëdha, me përmbytje, me karkaleca, me riqëra, me bretkosa, me gjak, shenjat e qarta, që ato mu kthin rrugën e vërtetë, por prapë ato vazhdonin me kryenecinë e tyre. E kur i godiste dënimi prej anës Allahut, i thoshin Musa, o Musa, lutja Zotit tënd, lutjo Allahut, Zotit tënd për neve, me që ka beslidhje me ty, me që ti ki marrëveshje me Zotin. Nëse në largon dënimin, ne do të besojmë ty dhe do t'i lëmë bijtë e Izraelit të ikin me ty. Kur e pa ose është duke i godit Allahu me dënim, të thot lutja Allahut që Allahu më na shpëton neve. Dhe na kena mu kthy dhe kena me të besu tyje. Dhe parëmdo Allahu pi shpëton edhe prapë nuk po besojnë. Pse? Pse janë popull krenesh dhe janë popull mendje mëdhej. Por kur ne e larguam dënimin, thot Allahu, për t'u lënë një afat të caktuar, ata e thënin premtimin. E jepnin premtimin dhe e thënin. Pra kanë qenë për njerëzve që nuk e kanë mojt, s'kan post besë, kanë premtu edhe e kanë thënë premtimin. Edhe për fund, do ta cekim një ngjarje që ndoshta e keni dëgju, ndoshta nuk e keni dëgju. Tregimi i floktarës që ja ka krej flokt vajzave të faraonit, apo njërës prej vajzave të faraonit. Tregimi kësë ngjarje është shumë interesant dhe shumë prekës dhe ka mësim. Thot Ibn Abbasi, se pejgamberi alayhis salam ka thënë, përderisa isha në udhëtimin e Isras dhe Mirajit, ndjeva një herë shumë të mirë, po thot pejgamberi alayhis salam. Dhe i thash o Gjibril, çka është kjo herë mirë? Tha kjo është aroma e shërbëtore së bijës së Firaunit dhe bijve të saj. I thash si është puna e saj, na? Tha një ditë, derisa floktarja ja krihte flokët vajzës së faraonit, asaj i ra krahni. Dhe ul me marrë dhe tha bismillah, në emër të Allahut. Vajza për thënë çka thave? Në emër të babës tim? Jo, tha në emër të Allahut, tha në emër Zotit tim dhe Zotit të babës tant. Thot kam i kallzo mirë babës temune, për këta që ka ndodhur. Edhe vajza mirë pi tregon babait vet faraonit. Edhe pi thojnë, "Bëmoni këtë floktarën u këto." Edhe pi thot, "Çka ke bati? Çka ke thënë ti? A ka zot tjetër përveç meje?" Pi thot faraoni, thot, "Zoti im dhe Zoti është Allahu. I jemi edhe joti dhe këtë neve Zoti, Allahu i Zoti jon." E Firauni po jep urdhër, mu sjellni enë shumë e madhe, edhe me ndez një zjarr shumë të fortë, ujë me vlue. Urdhëron që gjithashtu t'i sillen edhe fëmijët e kësaj floktarës. Pastaj urdhëroi që fëmijët e saj një nga një mi hedh në zjarr. Pe hedhin fëmijën e parë, pe hedhin fëmijën e dytë, po i vjen koha fëmijës së fundit, që ishte bebe, a që atëherë u shtank pak floktarja. I shkoj fëmija e parë, i dytë, po i vjen radhë fëmijës fundit, që ishte bebe. Ajo u shtrëngu pak, desh si mu të rejsh prapa. Foshnja, bebja, foli, në gjendje, që foshnja smurët me fol. Thotoj non, hidhën në zjarë, sepse dënimi dunjas është më i madh se dënimi. Dënimi dunjas është më i lehtë se dënimi i botës tjetër. Këtë botë, mujna me hek diçka. Më miru me hekën këtë botë, sa me hekën botën tjetër. Edhe në fund, edhe ajo u hodh në atë ujë në nxehtë për los, edhe vdiqën të gjithë. E Ibn Abbasi tha, 4 veta kanë folur në foshnje. Ka folur Isau i biri Merjemës, foshnja në ngjarjen e Gjurejxhitit, dëshmitari Jusufit alayhis salam që tregoi se kush e ka shkot çmishën, edhe i biri floktarës së faraonit. Këto janë që kanë fol prej foshnje në djap. Këshire, kjo floktarja kënë gjendje me sakrifiku këtë fëmijët e vetë, edhe fëmijën djap që ke foshnje, ke bebe,
Kënë qeni me sakrifiku, për çka? Vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nërsa na, çka kina sakrifiku për këtë dinë dhe për këtë iman? Çka kina sakrifiku na për këtë islam? Falmi 10 vite, 20 vite, 30 vite, adhurojnë Allahun. Çka kina sakrifiku? Çka kina lënë mangut që na me fitu botën tjetër? Çka kina sakrifiku? Sa njerëz na kina rrosë sebeb që mu uzun rrugën e drejtë? Sa njerëz na kina rrosë sebeb që dikush më nis mu fal? Sa njerëz na kina rrosë sebeb që dikush me bëvë vepra të mira dhe mu largu prej veprave të këqija? Këtë kina me dhënë përgjegjësi për Allahu subhanahu wa taala. Andaj ta bëjna një vepër që ajo më na u gjente në botën tjetër. Na bëni vepër që e din vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe nuk e din askush tjetër varështina. Që më na u gjente në botën tjetër, që më kanë sebeb që me fitu xhenetin dhe Allahu më na mbrojt prej zarmit të xhenemit. Allah ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.